Here we go, here we fly, sparkle wings way up high, with the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear a song with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the ones who believe in. You keep the dream alive. Your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Fal Aishës, pikësit më në fund u liruan, por nuk ishte kohë për të festuar, pasi shtrikat e kullës së reve sulmuan Alfian. Blum dhe Selina u ndeshën së bashku, por Selina u tërhoq sapo mori një copës të flakës së dragojit të Blumit. Tashmë e kthyer në kullën e reve, Selina ka fuqinë për ta çliruar Asheronin. Duhet të jetë diçka që Rumpelstiltskin të pranoj në këmbim të Chelsea të librit të legjendave. Ashtu mendon, është shumë përzgjedhës. Edhe pas kontrollit të katave të nënveshme magjike, do lënduar bosh. Çfarë mund të jepet koleksionistit me një koleksion të pafund? Mos u shqetësoni Wingsa, unë jam e mirë për zgjidhjen e problemeve në mënyrë kreative. Akullore? Po, dua të them kush është ai që nuk e ha akulloren, me shije të ndryshme. Ka me shije lule shtrydhe, banane, mango, boronicë, mjedre, limoni, portokalli dhe të ëmbël fare. Nga dal Mjusa! O Mjusa! Mjusa, Oj, dashur. diçka më thot se ai do të ishte më i lumtur me Chelsea. Atëherë një kapele për të gjithë astinët. Shikojeni këto. Stella, ndaloje. Duhet të jetë në stil vjeshte. E gjeta, ndonjë gjarë për me 3 koka. Faleminderit Stella, por mendoj se duhet të vazhdojmë të japim ide të tjera. Hapuni zonjusha. Si ju duket kjo si hyrje? Impresionuese. Në fakt, na duhet ndihma jote, Eldora. Po, unë e kam zgjidhje në dashura ime. Kutia e pafundësisë mund të ketë gjithçka, madje edhe fuqi magjike mund të ketë. Gjithçka? Si mendon Daphne? Daphne? Mirje? Po, sigurisht, duhet ju tregoj diçka vërtet e rëndësishme. Çfarë? Unë dhe Thoren do të martohemi. Do të martoheni? O, Daphne! Kjo është e mrekullueshme! Jam kaq e lumtur për ty! Kush do ta stiloj fustanin, kush do ta organizoj feston? Mund të përdor ndihmën tuaj për të gjitha këto. Oh, Daphne, nuk mund ta besoj që erdhi dita jote e madhe. Tani le të veshim. Dua diçka të thjeshtë dhe që nuk bie shumë në sy. Nuk është specialiteti im, por unë do të përpiqem. Mendoj se duhen disa fjonga magjike. Dhe një kurore shëndritshme. Një kurore shëndritshme. Dhe këpucë muzikore. Muzikore? E dëgjoni këtë? Është marshi i dasmës. Gjithçka është shumë e bukur, por a nuk janë ca si shumë? Unë do të thoja as pak. Mungon vetëm prekja e fundit. Sa bukur! Dukesh shumë bukur. Eja pif, është kohë e dasmës. Festa mund të filloj tani.
ai nuk është as pak nervoz. Ej, Thoren, duke shumë elegant. Është e mrekullueshme. Në rast se këpucët muzikore të Daphnit nuk dëgjohen mjaftueshëm. Oh, Daphne, gjithçka duket kaq e bukur. Mami, babi. Që kemi, Daphne? Pas teje e dashur. Unë dhe mamaja jote të duam shumë. Një e ardhme e ndritur dhe e bukur të prete, dashura ime. Selina! Kush mendon se je? Dhe çfarë po bëje atje? Po ndiqja planin tim. Bodha një copës nga flaka e dërgoj të Blumit. Në mënyrë që të jem në gjendje që të bëj këtë. Jam i lirë. Kush është ai? Çfarë po ndodh? Nga cila histori e librit të legjendave vjen ai? Në fakt, unë e kam krijuar librin e legjendave. Oh! Por fatkeqësisht ngeca në faqen e vetme bosh të librit. Sa i mërzitshëm. E po, të paktën është në anën tonë, apo jo? Gabim, është koha të drejtoj unë dhe vetëm unë. Çfarë do të thuash me vetëm ti? Ti më premtove fuqi të jashtëzakonshme. Për atë që duhet të bëja. Nuk të detyrojmë asgjë, Selina. Ky ishte edhe plani yt, apo jo? Për të na nxjerrë nga loja, si guxon. Pas gjithë shkaje që kemi bërë për ty. Askush nuk i mashtron triksat. Deri më tani. Motra? Mere këtë! Hej! Ajo po jam baf! Bëuni gati, magjistare. Do dhe t'i faqe boshë në librin e legjendave që ka emrin tuaj mbi të. Çfarë po ndodh? O jo, a i mbylli në libër për gjithmonë. O, Selina, dil, ku do të gjithë jesh futur. Mos harxho energjin, vajz. Nuk mu të fshesh prej meje. Duhet ta ndaloj Asheronin. Por nuk ja dal dot e vetme. Blumi, ajo është shpresa ime e vetme. Blum, a mund të më dëgjosh? Blum. Selina? Jam në telashe. Asheroni është çliruar dhe është tepër i rrezikshëm. E ke kuptuar mirë. Tani unë jam sunduesi i vetëm në të gjithë dimensionin magjik. Kaos i pafur.
ditë gëzimi dhe një ditë... Nuk e kuptoj! Çfarë është? Dafni, kujdes! Do të krijoj një flusk energjie për ulje të lehtë. Nuk ishte një flusk energjie, por përsëri ulja ishte e lehtë. Çfarë po ndodh? Magjia ime nuk funksionoi. Fatmirësisht se cila nga wingsat ka ende brenda vetes një pjesë të flakës së dragojt. Por si ndodhi kjo? Selina duhet të ketë drejt. Asheroni është çliruar. Asheroni? Zot, kësaj i trembesha shumë. Selina është në rrezik, bashkë me magjistarët e kullës së reve. Pastaj do të jetë thjesht çështje kohe që ai të na sulmojë dhe neve. Më vjen shumë keq, Daphne, por dasma duhet të pres. Nisu Blum, shpëtoj para se të jetë shumë vonë. Wingsat magjike, Blumix! Blum, zana e flakës së dragojt! Njosa, zana e muzikës. Tekna, zana e teknologjisë. Flora, zana e natyrës. Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit pezullues. Ju mund t'ja dilni Wingsa. Selina, besoj sa i më përket mua. Jo, ky libër është i imi tani. Nuk do ta marrësh kurrë. Jo! Duhet të largohemi sa më parë. Po ne as mund të fluturojmë. Çfarë po ndodh? Ndim! Ndim! Dëgjova që të duhen ndim. Blum, më besove? Të betojmë se mund ta shpjegoj. Mund të më shpjegosh gjithçka më vonë. Tani kemi një problem më të madh. Dhe ky problem po del jashtë kontrollit. Ejani Wingsa, nisemi për në kullën e reve. Blum, por si mund ta ndalojmë? Le të formojmë një unazë mbrojtës së rreth shkollës. Wingsa, tani! Wingsat, ata na shpëtuan. Bravo, çfarë shfaqe Wingsa. Por kam frikë se do duhet të sforcohem më shumë se sa kaq. Griu shpirti hardhucës së madhërishme dhe kontrollon çdo magji që guxon të kundërshtoj. Selina, kujdes! Doni gati, Wingsa! Kush vendosi ta shuante këtë hardhuc të madhërishme?
mirë, Selina? Ti do ta sforcosh? Pritë ta kthejmë nderin. Spektri i dritës! Goditje klorofile! Barbulluj! Sulmi vulkanik! Nuk jam I sigurt nëse jeni të ndërgjeshëm, por unë zotëroj fuqinë e flakës së dragojit. Blum! Jo! Ky është I gjithë I fa im. Për gjithë shka. Selina, kam një ide. Më thuaj çfarë duhet të bëj, Blum? Bëje që të më ndjek mua, fute në libër dhe pastaj do ta kyçim librin përgjithmonë. Por si? Jam e sigurt që Rumpelstiltskin do të jetë I lumtur ta këmbej çelësin e librit kundrejt Acheronit. Dhe sa po kuptoj, ju nuk dorëzoni kur apo jo, Zana? Për sa kohë ekziston magjia e zesje e jotja, nuk do të dorëzohemi kur. E po nëse nuk gabohem, a nuk ka qenë ky frymëzim I ndër vite? Wingsat magjike, mitike. Blum, Zana e flakës së dragojit. U mendoni se po shkoni? Flakët e trimëris. Çfarë? Bota e librit të legjendave është mbretëria ime, krijimi im, dhe ti nuk ke asnjë shans, Blum. Edhe unë I di një dy gjëra rreth botës së librit të legjendave. Nuk të kam frikë, Acheron. Atëherë, pse po jam bath? Nuk mund të fshihesh prej meje, Blum. Kurthat e Rumpelstiltskit, kaq di të bësh, Blum? Jo vetëm kaq, por jam e sigurt që do ta adhurosh të qenurit pjesë e përhershme e koleksionit të tij. Kutia e pafundësisë. Prit, çfarë po bën? Dhe kjo do të jetë dhurata perfekte për Rumpelstiltskinin. Mos dëgjova gjë emrin tim. Përshëndetje, Rumpelstiltskin. Shoh që ke kthyer për Chelsea ma merr mendje. Por, mikja ime, çfarë më ke sjell në këmbim? Këtë herë të kam sjell diçka që do ta adhurosh. Ashtu ë? Vërtet? Prit ta shoh. Në këmbim të librit të legjendave të ofroj këtë kuti magjike. Më lejo të them që këtu gjendet Acheroni, krijuesi dhe magjistari suprem I librit të legjendave. Jo, e pamundur. Pra, të pëlqen? Blum, kjo është e mahnitshme. Ti e dashur më ke sjell gjën më të vlefshme.
Le ta bëjmë shkëmbimin atëherë dhe ta mbyllim marrëveshjen. Ti do të marrësh Chelsea-n dhe kjo nuk diskutohet. Më premton? Të premtoj. Shkëmbimi u krye dhe marrëveshja u mbyll. Pas kësaj dhurate nuk më duhet asgjë tjetër. Juhu! Është koha që gjërat të kthehen në rendin e dur. Interesante. Do të thoja të njëjtën gjë. E po, a nuk është fantastike të përballemi kështu me njëra tjetrën? Triksat! Oh, e gjora Bloom, ka mbetur vetëm pas një nga mikeshat e saj Zana. Ai si, çfarë doni këtu? Ashëroni na futi këtu dhe na la në këtë libër të mërzitshëm. Ke të drejtë, por nuk na la asnjë zanko kuqe për të luajtur me të. Por shikojeni këtë. E gjetëm një. Mirë se vjen në shtëpi, Bloom. Do ta adhurosh këtë vend. Stella, Aisha, Mjusa, Tekna dhe Flora luftojnë shpirtin e hardhucës së martëdhërishme, të lëshuar nga Asheroni i rrezikshëm, tashmë i çliruar. Shkatrimi përbindshi do të jetë vështirë, por zanat nuk heqin dorë. Ndërkohë, në botën e librit të legjendave, Blumi përballet me triksat në një betejë të ashpër dhe sprovuese. Wings will